Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nuk ka dyshim që ne ekzistojmë. Mirë po, çfarë na bëri ne ekzistent? Çfarë na solli ne në këtë botë? Mos vallë jemi krijuar nga asgjëja, apo vallë jemi ne vetë krijuesit e vetëveteve tona? Pikërisht në këtë video inshallah taala do të flasim për këto dy pyetje dhe do t'ja analizojmë, do t'japim inshallah taala argumentet të cilat parashtrojnë ateistët dhe do të përgjigjemi atyre me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj le të vazhdojmë ala barakatillah. Le të flasim për pyetjen e parë. Mos vallë me të vërtetë jemi krijuar nga asgjëja? Faktikisht shumë pak janë ateistët të cilët kanë marrë mundimin dhe të argumentojnë se ne kemi ardhur nga asgjëja, siç është për shembull Lawrence Krauss në librin e tij A Universe from Nothing, një univers nga asgjëja. Krauss në këtë libër argumenton se asgjëja nuk është një boshlik absolut, mirë po është një hapësirë kuantike i mbushur me energji dhe ligje fizike nga ku grimcat shfaqen dhe zhduken. Pra universi mund të ketë ardhur nga një luhatje e këtij vakumi kuantik pa nevojën e Zotit. Nëse do të analizojmë fjalën e Krauss, do të gjejmë se ai thjesht po bën një lojë fjalësh. Pasi vakumi kuantik është diçka, ka ligje fizike, ka energji, ka hapësirë e kështu me radhë. Nuk kemi të bëjmë me diçka që është absolutisht asgjë. Mirë po le të themi se universi ka ardhur nga këto ligje fizike. Pyetja përsëri qëndron. Kush i vendosi këto ligje? Pasi ligjet fizike janë thjesht përshkrim i realitetit, nuk janë agent krijues. Këto ligje mund të jenë rregullues të materjes, por nuk mund të jenë krijues të materjes nga fillimi. Pra nuk mund të themi asnjëherë se nga asgjëja absolute, inekzistente, mund dalë diçka. Nëse kemi 0 dhe 0, asnjëherë nuk do të kemi 1. 0 dhe 0 gjithmonë do të jenë 0. Mirë po disa ateistë nuk marrin rrugën e Lawrence Krauss për të vërtetuar se ne me të vërtetë kemi ardhur nga asgjëja. Ata argumentojnë se ne gjithmonë kemi ekzistuar dhe mundohen të anashkalojnë pyetjen se a kemi ardhur nga asgjëja apo jo. Pasi nëse do të jemi gjithmonë ekzistues, pyetja se kush na ka krijuar nuk bën sens. Pra shkurtimisht këta ateistë argumentojnë se universi ka qenë gjithmonë ekzistent. Nuk ka fillim. Dhe nëse nuk ka fillim, nuk mund të pyesim se kush e ka filluar këtë univers. Mirë po ideja e një universi të përjetshëm në të shkuarën është logjikisht kontradiktore, nuk bën sens. Pasi nëse do të duhej një kohë e përjetshme për të arritur tek sot, atëherë sot nuk do të arrinte kurrë. Le të marrim një shembull më praktik. Nëse kemi një snajperist, le të themi, dhe kanë shënjestër atë të cilën duhet që të godas. Mirë po që të godas, duhet të marrë leje nga shefi i tij. Dhe shefi i tij do të marrë leje nga shefi i tij. E kështu me radhë deri në pafundësi. Atëherë themi se ky snajperist asnjëherë nuk do të godas. Mirë po, nëse godet, atëherë themi se ky zinxhir ka pasur një fund dhe ka pasur një shef që nuk ka pasur nevojë të marrë leje nga askush. Mirë po ishte ai vetë i cili jep urdhër dhe nuk urdhërohet. Prandaj ky paradoks i infinitetit nuk bën sens dhe nuk ka kuptim logjikisht. Pra të themi se ne jemi krijuar nga asgjëja nuk ka kuptim. Le të flasim tani për pyetjen e dytë. Mos vallë jemi ne vetë krijuesit e veteve tona. Kjo është njësoj si të themi se një nën ka lindur veten e saj. Mirë po le të shohim se çfarë ateistët kanë për të thënë si përgjigje ndaj kësaj pyetje. Argumenti kryesor që kanë ateistët është se ne jemi produkti i evolucionit. Pra jemi produkt i një procesi natyror të gjatë, të verbër dhe nuk jemi krijuar nga dikush që është i gjithdijshëm, është absolut e kështu me radhë. Pra procesi i seleksionimit natyror dhe mutacionet gjenetike janë ato të cilat kanë rezultuar në krijimin e njerëzit. Mirë po le të themi për hir të diskutimit se ne me të vërtetë, pra ne njerëzit, jemi produkt i këtyre proceseve të gjata natyrore. Ky proces nuk e shpjegon origjinën dhe krijimin
e këtij ndryshimi. Pra shpjegon vetëm mënyrën se si ne kemi ardhur deri në këtë gjendje. Mirë po origjinën e këtij ndryshimi, se nga ka vazhduar, nuk mundet që ta shpjegoj. Pra evolucioni presupozon se jeta, materia, ligjet kanë ekzistuar. Mirë po pyetja prapë qëndron. Kush e solli në ekzistencë qelizën e parë apo atomin e parë që pati mundësi të evolojë deri këtu? Disa ateistë tjerë thonë se universi është i domosdoshëm. Pra universi ka në veten e tij shkakun e ekzistencës së tij dhe nuk ka nevojë për diçka të jashtme që ta sjellë atë në ekzistencë dhe është i vetë mjaftueshëm për ta mbajtur veten e tij. Mirë po që të thuar se universi është i domosdoshëm, atëherë duhet të themi se çdo gjë në univers është i domosdoshëm gjithashtu. Mirë po gjërat që ekzistojnë në univers janë të mundshme. Pra ato mund të ekzistojnë dhe mund të mos ekzistojnë, ose mund të ekzistojnë në një formë tjetër. Le të japim një shembull më konkret. Nëse të pyes se nga po e shikon ti këtë video, mund të thuar se po e shikoj nga telefoni, nga tableti, nga laptopi e kështu me radhë. Atëherë mund të pyes se pse po e shikon nga telefoni, pse nuk po e shikon nga diçka tjetër, apo pse ke këtë telefon që ke. Pra këto pyetje tregojnë se gjëja që ti po e shikon videon nëpërmjet saj është gjë e mundshme. Dhe kështu është çdo gjë në univers. Pse është kjo pemë në këtë formë? Pse është kjo gjë në këtë ngjyrë? Pse nuk është në një ngjyrë tjetër? Pse nuk ka një formë tjetër? Pra çdo gjë në univers ka nevojë për një shpjegim jashtë vetvetes për të na thënë se pse është në atë mënyrë që është. Dhe nëse universi është i përbërë nga këto gjëra të cilat ne i quajmë të mundshme, pasi mund të jenë në një formë, mund të jenë në një formë tjetër, vetë pyetja se pse është në këtë formë, pse nuk është në një formë tjetër, ose pse ekziston dhe pse nuk ekziston, e bën diçka të mundshme. Prandaj nëse universi është i përbërë nga pjesëza të mundshme, vetë universi nuk mund të jetë i domosdoshëm, por është i mundshëm si gjërat që e bëjnë atë. Për ta thjeshtësuar themi se nëse do të kemi një numër të pafundëm të gjërave të mundshme, nuk mundet që këto gjëra të mundshme të përbëjnë diçka të domosdoshme. Prandaj nëse universi është i përbërë nga këto gjëra të mundshme, nuk mund të themi se universi është i domosdoshëm. Mirëpo, themi se universi është i mundshëm. Dhe nëse universi është i mundshëm, ka nevojë për një shpjegim jashtë vetvetes për shpjeguar se pse është kështu si është dhe nuk është në një formë tjetër, apo pse ekziston. Atëherë nuk mundet që të vazhdojmë në një pafundësi gjërave të mundshme. Por duhet që të kemi diçka të domosdoshme që shpjegon çdo gjë që ekziston, çdo gjë të mundshme, e shpjegon atë se pse është në formën që është, apo pse është në këtë mënyrë që është, pse ekziston, dhe që vetë është i vetë mjaftueshëm, është i gjithdijshëm, është absolut, nuk ka mangësi, dhe ne themi se ky është Allahu subhanahu wa ta'ala, Zoti i gjithësisë. Kështu që duke marrë parasysh se ne nuk mund të kemi ardhur nga asgjëja, apo nuk mundet që vetë ne të kemi krijuar veten tonë, dhe se universi është i përbërë nga gjëra të mundshme, edhe nëse është i përbërë prej gjërave të mundshme, nuk mundet që vetë universi të jetë i domosdoshëm, atëherë themi se neve na ka krijuar dikush. Na ka krijuar dikush që është i gjithdijshëm, që është i plotfuqishëm, që është i domosdoshëm, që është i vetë mjaftueshëm, nuk ka nevojë për diçka tjetër. Nuk mundet që diçka tjetër ta shpjegojë atë. Por ai është ai i cili ka krijuar çdo gjë. I ka dhënë formën e saj. E ka vendosur në vendin e saj. Ka rregulluar çdo gjë. Ka sistemuar çdo gjë. Ai është absolut. Ai nuk ka nevojë për asgjë. Ai nuk ka mangësi. Ai është krijuesi jon, krijuesi i gjithësisë, rregulluesi i gjithësisë. Ai është Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj këto dy pyetje, a jemi krijuar nga asgjëja, apo jemi vetë ne krijuesit e veteve tona, tregojnë për një përgjigje të domosdoshme. E ajo përgjigje është se ne jemi krijuar nga dikush. Nuk mundet që ne të kemi krijuar vetet tona, e nuk mundet që neve të kemi ardhur nga asgjëja.
Ne jemi krijuar nga dikush. Dhe ajo është Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëhera nuk meriton Allahu, krijuesi i gjithësisë, krijuesi jon, furnizuesi jon, ai që rregullon punët tona, ai që jep jetën, ai që e merr atë, ta adhurojmë dhe mos t'i bëjmë shok atij në adhurim. T'i bindemi atij, t'i bindemi urdhrave të tij, të ndjekim profetët e tij, të ndjekim librat që ka zbritur për ne, po pasha Allahun. Duhet që t'i bindemi Allahut, krijuesit ton. Ta dëgjojmë dhe t'i bindemi Allahut, ta adhurojmë atë një vetëm, të ndjekim profetët e tij, të ndjekim librin e tij. Dhe mos t'i bëjmë shok Allahut, mos t'jemi arrogant, ta mohojmë ekzistencën e tij. Mirë po t'jemi të përulur ndaj tij dhe t'jemi robër të tij. Alus Allahun t'i bëjë dobishme këto që dëgjuam. Walhamdulillahi rabbil alamin.